përshëndetje. Me mu sot është Nora Tërnava Gjyshinca. Në shkollën Nido Montessori School është një nan e 2 fëmijëve të mrekullueshëm, Narës dhe Janit. Sot me të do diskutojmë çështjen e lindjes së fëmijëve prematur dhe zhvillimin e tyre. Nora, mirë se erdhe. Përshëndetje Juka, faleminderit shumë për ftesën. Nora, a mund të shmendoj me neve pak eksperiencën tonë si prind kur fëmijët e tu kanë lind para kohës, edhe pritshmërive që i ke pas në atë kohë? Po ju si një prind i 2 fëmijëve të lindur para kohës edhe të jetu me një shoqëri që nuk kena informata të mjaftueshme rreth këtij fenomeni, fëmijët që mundën me lind prej 25 javë deri në 37 që konsiderohet si prematur. Çdo lindje 37 javë e më tutje deri në 40 apo edhe 42 është full termi i plot i lindjeve. Është një brengë dhe një frikë e papërshkrueshme, sa që askush nuk të përgatit. A mundesh me na tregu diçka në përvojën tonë me prematuritet që keni kërku kur ka ardhur koha me zgjedh shkollën? Çka ju ka shty me zgjedh metodologjinë Montessori, edhe pse bashkë Nidon, pse me ardhë na? Kur ka ardhur koha me zgjedh edukimin e hershëm të fëmijëve, jemi ulë dhe kemi diskutuar detajisht punën se për çka jemi të fokusuar. Kemi qenë prind, cilët e kemi ditë që fëmijët nuk e kemi ditë faktikisht se çush ka me shku zhvillimi i tyne, edhe kjo e panjohura na ka shty me mendu pak ma thellë te pjesa individuale e fëmijës. Nuk kemi pas qef që fëmijët me u rrit me një ambient ku krahasimi me të tjerë fëmijë është seni primar që fokusohet te ta. Kemi pas nevojë mi dërgu fëmijët me një vend ku ju jepet koha edhe ritmi i zhvillimit të tyne, jo vetëm për ndjekja e një ritmi të caktuar prej dikujt më lart. Diçka që është specifike për Narën edhe për Janin është që ata janë 2 fëmijë, edhe pse binjak, edhe mendoj që ekziston një keq kuptim se kur mendojnë për binjak, mendojnë që ata janë 2 fëmijë identik. Secili e ka karakterin edhe personalitetin e vet. Njerëzit kanë tendencë me mendu që ata janë 2 fëmijë identik edhe në karakter edhe në personalitet. Këta 2 janë 2 fëmijë që janë komplet ndryshe njëri prej tjetrit, edhe zhvillimin e kanë kogja ndryshe njëri prej tjetrit. Metodologjia Montessori a mendon që ka pas pak ndikim në mënyrën se qysh ju ka përshtat fëmijëve dhe zhvillimit të individual? Po, normalisht edhe që the edhe ti, gjithmonë tendenca e njerëzve është që fëmijët, sidomos binjakt, kanë me qenë të njëjtë në çdo aspekt, nuk kanë me mujt me u nda prej njëri tjetrit, çdo eksperiencë kanë me përjetu së bashku. E na kemi ardhur tu rrit fëmijët e kemi pa që kjo veç ajo nuk ka ndodhur te na. Nara është person individ krejt tjetër nga Jani, edhe kur kemi fillu qerdhën Nido, e kemi pa se sa janë përshtatë të dytë. Nara dhe Jani tash që janë në moshën e 3 fëmijëve të rritun, ata vetë janë të ndarë në klasa të ndryshme, edhe unë si prind pak në fillim jam qenë skeptike për këtë pjesë se kom pas qef normal që fëmijët me kon afër njëri tjetrit, po tash prej kur janë nda e kom kuptuar edhe unë vetë si prind, edhe faktikisht fal metodologjisë Montessori, gjithmonë them që jo veç fëmijët rriten me Montessori, edhe na si prind po përfundojmë tu ndryshu, tu bu vëzhgues më të mirë, tu e mësu durimin më shumë. Edhe çush ka të thon prej kur janë nda në klasë, sheh tipare të individualitetit të tyne në çdo aspekt. Për shembull, Jani, që ka qenë gjithmonë fëmijë pak më i tërhequr, në momentin që është në një klasë me një grup moshë, se çush e dim Montessori i përkrah grup moshat e ndryshme me një klasë, për shembull klasa 1-3 apo 3-6, edhe për momentit që ka fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeçare në klasë, modelimi i tij nga fëmijët e rritun vrehet tash shumë më shumë në socializim, në gjithçka. Përkundër Narës, për shembull, që Nara ka qenë fëmijë shumë prej fillimit ka qenë shumë e socializuar, edhe nëse ka qalu në pjesën e të nxonenit të kuptumit, klasa i ka ndihmu tepër më shumë mu ul, me kuptu, me duru, edhe me ndjek çat pjesën cila veç u kon mungesë në zhvillimin e saj. Nara dhe Jani kanë ardhur te na në një moshë shumë të ndihshme, nuk kanë qenë hala 3 vjeç kur kanë fillu, edhe gjatë fillimit na kemi vendos me i majt ata të 2 bashk në një klasë. Arsyeja kryesore është se në qatë fillim, kur ndahen binjakt, pak e shohim një farë dallimi edhe sa kanë nevojë njëri për tjetrin, edhe mundohemi me i majt me një grup që ata me pas si mbështetje njëri tjetrin.
për shkak se metodologjia e përkro diçka që është shumë esenciale, që është zhvillimi emocional. Kisha pas qef me unal pak të që kjo pik, për shkak se kur kemi vendos me i ndo, ka qenë një debat shumë i gjatë, edhe kemi vendos që ata me e ndjek, qysh me thonë, zhvillimin e tyne që e kanë të natyrshëm, të ju përshtat 100% karaktereve tëne. Pra, qysh e the, Nara është mi shumë social, edhe Jani pak ka qenë ma i tërhekur, mirë po tash janë të dytë pjesë e grupit. Nëse mund është me nda pak eksperiencën tonë të përka aspekti zhvillimit emocional dhe qka ke vreti kur ata janë nda e mandin shpe që ajo dallimi që fëmijët e përjetojnë se nuk e shohin pak a shumë një tjetrin gati gjatë ditës. Po, normalisht që ajo pjesa e fillimit, kur janë nda në klasë, këta edhe si dy fëmijë që janë binjak nuk e kanë shumë të shprehun atë nevojën për mu konë të nkuon me njëri tjetrin. Përkundrazi nuk e kanë fare me thonë, krahasi ndoshta me binjak të tjerë, nuk e di tash këto a ka hi prematuriteti apo pjesa zhvillimore, emocionale, psikologjike e tyne, po që prej momentit kur këta janë nda në klasë, sa herë tashone si prind që ka mujt me i vëzhgu të momenti kur i kemi marrë të dera, kur janë taku me njëri tjetrin, emocionin edhe pjesën dashnin mes njëri tjetrit dhe që kanë pas matritune. Ju kanë ndiku pak ma shumë, edhe mandej ko marrë edhe komente prej mësuseve të Janit edhe të Narës, që edhe kur janë taku te dhoma e gjumit ose kur janë taku te ushqimi, gjithmonë e kanë kërku njëri tjetrin, mandej me shku mu uli afër ose me flejt afër njëri tjetrit. Po gjatë ditës s'është që kemi vrejt ndonjë ndryshim të madh, edhe në gjatë kohës që kalojnë në shtëpi, Nara dhe Jani nuk janë fëmijë shumë të varur prej prezencës njëri tjetrit. Secili e ka pjesën që donë me bo vetë, qoftë ajo me prindin apo me njëri tjetrin, nëse dojnë me punu me njëri tjetrin punojnë, nëse nuk dojnë, asna nuk jemi që i shtymë se gjithse se duhet me qenë vetëm bashkë, o s'ka. Nor falem pak për pjesën e zhvillimit fëmijëve, mbasi që kanë ardhur në shkollë të na, mirë po kisha pas qef mu kthy pak në fillim atëherë kur kanë lindë. Sigurisht ka gjana caktume që bohen me fëmijët të cilët janë prematur, që ndoshta me fëmijët që lindin në kohë në term plot, nuk është që prindrit ju kushtojnë shumë vëmendje. Nëse mundesh me nda me neve pak eksperiencën tonë dhe në cilat pika je fokusu në fillim, se na si shkollë e dim që një përkraje jashtëzakonisht tepër të madhe ja u ke jap ti edhe egzoni fëmijëve t'juaj edhe ata janë në pikën ku janë fal çatij dedikimit jashtëzakonshëm që e keni bu për ta. Po normalisht dedikimi ka ardhur normalisht natyrshëm për shkak që na si prind fëmijëve të lindën para kohës nuk e kemi pas luksin vetëm me ul edhe me prit se zhvillimi ka me shku vetë. Normalisht, ndoshta zhvillimi edhe kish me shku vetë, po nuk e kemi pas qatë liri për me leju vetës që veç me e prit se qysh po buhet. Fillimisht më kujtohet në momentin kur kemi dalë prej spitalit, Nara fëmit Jani se kemi dalë njëherë me njonin pas një kohë që kemi bo rrugë për vajzën që kemi pas halat të intubu me djalin në shtëpi, u zhdash mu për kujdes normalisht për të dytë, por kur ka dalë edhe vajza, janë konë binjak të rreth 2 muajsh, edhe ka qenë tepër e vështirë për shkak të peshës shumë të vogël që e kam pas, ka pas raste, po foli për këtë pjesën primare që shumë shpesh u dash shumë shpesh gjatë natës, po nëherë në 24 orë me ju nejt e ftyra veç me këshyrë që nuk janë tu harru me marë frymë faktikisht, se që fëmijët qysh dihet që fëmijët prematur edhe e harrojnë këtë koncept, bile sa janë të shtrirë në spital, aty në ju jepet një terapi e veçantë për mos harrim të marrjes frymë vetvetio, po normalisht pas 2 muajve të tjerë që i kemi kalu mandej në shtëpi, ka qenë sfida më e madhe, më i me thonë se ne normal kemi qenë të padijshëm rreth kësaj pune, kemi pas kontrollat një pas njëshme me neurolog, me pulmolog, gjëja që është më e rëndësishmja faktikisht te fëmijët prematur, se ata zakonisht i kanë mushkritë pa pjekun, edhe gjatë vizitave me neurolog kemi pas kërkesë që fëmijët gjithsesi me shku me kry fizioterapi, derisa kemi ra në fizioterapinë e duhur të fëmijëve mandej ka qenë sfida krejt tjetër. Jo shumë e kanë marrë guximin me i marrë 2 fëmijë as të vegjël me një peshë 1,8 kg në dorë për shkak që frika që shtash i kalon e pa dituna rreth kësaj çështje i ka frigu ma shumë.
edhe na jemi detyru si prind që një pjesë të fizioterapisë disa muj me ja u kry na vetë në shtëpi, për shembull te nara me ja funksionalizu një pjesë të dorës se e kemi vrejt që Joani është një fëmijë shumë i lëvizshëm, lëvizshmërinë motorike ka tepër më të lirë, nara e ka pas pak më të ngurtë edhe normalisht nuk kemi dashur veç me lon hajt se dikur ka me ardhur dhe kemi bo qatë pjesë vetë në shtëpi. Derisa ka ardhur koha, do me thonë që kemi fillu fizioterapinë. Më pas fillimit fizioterapisë, aty kanë majt fizioterapi intenzive, derisa ka ardhur lëvizja e shku me zhag, 4 pikëshi që i thojnë në termin mjekësor, mandej e ngritja të zvarit në për mobilje, në për karrika, deri sa ka ardhur deri te ecura. Për shembull, Joani është fëmijë i cili ecura i ka ardhur shumë ma herët, e ka arrit këtë pikën se i vjavdin edhe të përmendet që fëmijët prematur llogaritet që zhvillimin e plot e arrin deri me një moshë. Zhvillimi i plot i fëmijëve prematur llogaritet që arrin deri në moshën 6-7 vjet normalisht i plot, po ka fëmijë që arrin zhvillimin motorik ose edhe zhvillimin zhvillimor ma herët se sa që paramendohet. Nëse punohet me ta mjaftueshëm, nëse ju kushtohet rëndësi çdo detajet, si për ka ana psikologjike, si për ka ana motorike, fizike, mundet mu arrit ai zhvillim edhe ma herët. Nëse një fëmijë i lindur prematur ka ngecje në zhvillim motorik, atëherë pse mos m'ja ndihmu asaj pjesë edhe m'ja arrit zhvillimin sa ma herët që mi ndihmu me pas kyçjen me rrethin edhe me fëmijët e tjerë në kohë, edhe që aty ndoshta na jemi fokusu tepër shumë, si unë edhe si Egzoni, mi ndihmu fëmijëve sa ma shumë qit aspekt, po tash që janë tu i bo 4 vjet, na e shohim sa mirë u kon që na prej fillimit jemi fokusun qito 3 pikat kryesore, që fëmijët me përparu deri në ditën ku janë sot. Norën e po du me të falenderu që ke ardhur dhe ke nda këtë eksperiencën tonë me neve, për shkak se kjo është gjithashtu edhe një temë pak e stigmatizume dhe prindrit jo gjithmonë flasin haptazi për sfidat të cilat i kanë me fëmijët të cilët janë të lindur në prematur. Faleminderit shumë që e ke nda eksperiencën, se e di që nuk ka qenë një rrugtim shumë i lehtë, po megjithatë gjithmonë jemi këtu me ta jap për krajën e duhur, edhe me i pa fëmijët tu zhvillu ashtu që e kanë natyrshëm zhvillimin e tyre. Faleminderit juve fillimisht. Faktikisht mu vjen pak keq që për këtë temë nuk flitet mjaftueshëm, edhe më vjen shumë keq që prind cilë gjindën ndoshta në pozitën e njëjtë mendojnë që po i etiketojnë fëmijët duke folë për problematikat ose për problemet në zhvillim. Ata prind duhet me e kuptu që edhe prind me fëmijë të lindur në kohë hasin në problemet e njëjta. Shumë fëmijë edhe të lindur në kohë hasin probleme logopedike, hasin probleme psikologjike, ndoshta ka nevojë për ndërhyrje edhe paralelisht edhe jashtë shkollës për këtë anë. Na jena shumë falenderues faktikisht edhe ndaj Nido Montessori School që na i ofron këtë mundësi që me po se për arsye që veç keni logoped të licencum, edhe për neve kjo ka qenë plus shumë i madh se zhvillimi i fëmijëve, zhvillimi neurozhvillimor i fëmijëve ndjeket paralelisht në gjitha anë, ndjeket nga logopedi, ndjeket nga mësuesja, ndjeket nga vetë drejtoria, nga na si prind që e kemi qasjen, e kemi lirin e plot për me po fëmijët se qysh po shkojnë në zhvillim, edhe normalisht kjo besoj që shërben edhe shpresoj faktikisht që shërben pak si ndihmës për prind, që siç e thash më herët, që mendojnë që me fol për problemet e fëmijëve i etiketojnë ata. Përkundrazi, Montessori faktikisht është një metodologji që nuk beson në etiketime. Montessori është një metodologji që qysh e folëm në fillim të bashkëbisedimit, që është metodologji që punon në individualitetin e fëmijës, edhe si i tillë nuk lejon etiketimet me ndodh, edhe nuk besoj që ka diçka të keqe gjithmonë me nanat edhe me prind të tjerë që ndoshta janë të njëjtën gjendje me fol edhe me nda mendimet se ku tek i jemi me fëmijët. Nor, faleminderit shumë. Gjithashtu faleminderit.